Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinja, ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të vazhduar të komentojmë dinamikat më interesante dhe ngjarjet më të fundit, në fakt edhe pikpyetjet që po amencohen lart e poshtë për yjet shqiptare. Shuplaka e cila ndodhi në Big Brother ishte shuplaka që bëri ndarësinë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Me patjetër që kishte edhe shqiptar nga Shqipëria që nuk e mbështetën Jozin për shëpullën që e goditi Gjestin, por do me thënë pati një lloj reflektimi atë natë që ka qenë një reflektimi të tmerrshëm. Kujtojmë edhe intervistën e fundit me Rudina Dembacaj, Gerta Gixharin, ku Rudina i tha Jozi ta kishe qenë ndonjëherë në pranga. Jozi tha jo, tha në pranga, tha s'kam qenë asnjëherë, dhe aty me të qeshur Rudina i tha se kshu pa pranga palesa herë ke qenë në polici. Me thënë Elantën nuk kuptohet që deri diku Jozi ka qenë një dhunues. Në anën tjetër është Gjesti i cili i pas ka thënë Gerta Gixharit pas kuintave që unë e teprova dhe unë e bëra punën që Jozit më godiste me një shëpull. Por nuk ekziston një fakt i këtill, nuk ekziston një video e këtill, nuk ekziston një xhirim i këtill që është thënë. Gerta tha që unë kam kërkuar regjistrimet nga televizioni Top Channel për ta bërë publike në emisionin Goca dhe Gra, por një incizim që nuk ekziston. Fansat normalisht me njëherë kanë reaguar pasi që duke e ditur se çfarë ndikimi të frikshëm ka fenomeni gjest në shoqërinë shqiptare, kanë reaguar ndaj kësaj deklarate që e quaj një deklarat jo të vërtet, por e quaj një deklarat shoqëreske për të pastruar imazhin e Jozit dhe për të afruar Jozin deri diku afër shqiptarëve të Kosovës, pasi që Jozi tha që shuplaka nuk është se ka ndikuar, nuk është se ka qenë aq e afërt shpirtërisht tek shqiptarët, sepse unë në këndin e artistit, në këndin e këngëtarit ka marrë edhe dasma edhe në për Kosovë, edhe në për Shqipëri, dhe me thënë, karriera ime artistike ka vazhduar pa marrë parasysh asaj se çfarë ndodhi brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Gjithsesi, unë dua të marr mendimin tuaj për këtë deklarat që në fakt ishte një deklarat ditën e në fakt mbrëmjen e së shtunës, në intervistën që Gerta Gixhari bënte me Joz Markun. Gerta tha që Gjesti i ka thënë këtë gjë, ndërsa Jozi nuk i kërkoi konkretisht falje Gjestit, por i kërkoi falje familjarëve dhe rrethit, por falje konkrete nuk pati për Gjestin. Dhe kjo kupton që inati, mlefi, egoja mes të dyre akoma vazhdon, edhe pse Gjesti këtë kapitull e mbylli që në natën kur ndodhi gjëja. Do me thënë, ai tha që unë nuk kam ardhur në Shqipëri të rihem, unë nuk kam ardhur në Shqipëri të ndaj prona, kam ardhur në Shqipëri për një lojë dhe dua këtë lojën ta mbaroj me dëshirën më të madhe dhe dua ta mbaroj me qetësinë më të madhe. Do me thënë që në atë moment e fali Jozin, nuk e vazhdoi më të komenton këtë ngjarjen dhe familja e Gjestit falenderuan të birin e tyre për edukatën që tregoi, ndërsa në anën tjetër Jozi e përdori Goca dhe Gra, edhe pse Ledion Liço në natën kur ka përfunduar kjo situata Jozi tha që Jozi është i përjashtuar krejtësisht nga Top Channel, po do që Jozi u kthye. Do me thënë ishte një përballje jo mes të dyve, por ishte një përballje në një emision në rubrika të ndryshme mes të dyve. Tani pse ishte kjo arsyeja dhe pse Gerta e tha këtë deklarat pa u bazuar në asnjë video konkrete, dua të marr mendimin tuaj.